Në bazë të shumë informacioneve të publikuara nëpër media, Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka formuar lëndë bazuar në pretendimet nga dokumentet e publikuara në rastin Jeffrey Epstein, të cilat tregojnë se monstrat e trurit të individëve të vdekur nga vendi dyshohet se janë transportuar për qëllime kërkimore shkencore në Shtetet e Bashkuara. Duke marrë parasysh natyrën e pretendimeve që kyçin përpunimin, ngrirjen dhe transportin ndërkombëtar të indeve njerëzore, si dhe çështjet eventuale për harmonizim me ligjet dhe standardet etike për eksperimente me inde njerëzore dhe mostra, Prokuroria Themelore Publike formoi lëndë me qëllim të shqyrtimit të gjitha indikacioneve për ekzistimin eventual të elementeve të veprës penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare. Lënda është dorëzuar në procedurë kompetente në PTHP-n për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Duhet të ndërmerren veprime për grumbullimin e informacioneve zyrtare nga organet kompetente, institucione shëndetësore të tjera për të konstatuar veprime eventuale të jashtëligjshme me inde njerëzore dhe biomateriale, lëshime ose keqpërdorime gjatë marrjes së lejeve dhe pëlqimeve. Ndërkohë edhe Ministria e Shëndetësisë ka formuar grup pune që do të hetojë rastin duke paralajmëruar se do të kontrollohen të gjitha informacionet për dërgimin e trurëve nga RMV-ja në SBA, nëse ka patur dokumentacione përkatëse, nëse është kërkuar pëlqimi i familjeve dhe nëse është respektuar korniza juridike dhe dimensioni etik. Në dokumentet e publikuara nga Ministria Amerikane e Drejtësisë lidhur me rastin Jeffrey Epstein, u gjet edhe Republika e Maqedonisë së Veriut në kontekst të hulumtimit shumëvjeçar për vetvrasjet të udhëhequr nga shkencëtar amerikan në bashkëpunim me Universitetin Columbia. Maqedonia sipas dokumenteve ka qenë një ndër vendet që ka kontribuar me monstra përmes bashkëpunimit me një antar të këtij universiteti me origjinë nga Maqedonia. Në tekst thuhet se truri është menjanuar pas vdekjes së një personi të caktuar, ishte ngrirë dhe transportuar në SBA për qëllime shkencore.